është në ngushtin 1965. Ky është Lee Kuan Yew, ai sapo ka mësuar se Singapuri, territori i tij, është përjashtuar nga Malezia. Tani, ai duhet t'ua jap këtë lajm qytetarëve të tij, drejt për drejt në televizionin kombëtar. Por ai nuk mund të vazhdojë. Zëri i tij thyhet, ai ndalon dhe fillon të qajë. Përse ndodhi kjo? Sepse Kuala Lumpuri, kryeqyteti i Malezisë me shumicë malajeze, ka frikë nga Singapori. Frikë sepse është një ishull me shumicë kineze. Frikë sepse një ditë porti i tij mund të shkëlqejë më shumë se i Malezisë. Kështu, Malezia përjashton Singaporin për arsye komoditeti politik. Për Lin, kjo është shkatruese. Gjysma e ujit të Singaporit vjen nga Malezia. 90% e ushqimit importohet përmes urës lidhëse. Pa Malezin, Singapori është i përfunduar. Një copë toke pa bujqësi, pa naftë, pa minerale, pa industri. Në atë kohë, Singapori është thjesht një port i mbipopulluar, i mbushur me lagje të varfra. 75% e familjeve jetojnë në baraka ose kasolle pa tualete apo ujë të rrjedhshëm. Familjet gatuajnë mbi qymyr, ndajnë çezma publike të pista dhe rreshtohen për tualete publike. Më shumë se gjysma e popullsisë nuk di të lexojë. Trazirat etnike mes malajzëve dhe kinezëve shpërthejnë në rrugë, duke lënë trupa në kanale. Ky është vendi që Lee duhet të udhëheqë, një vend që duket më pak si një shtet dhe më shumë si një shtet i dështuar në pritje të shembjes. E megjithatë, pa e ditur ai, këto lot nuk janë fundi. Ato janë fillimi i një prej rikthimeve më të mëdha në histori, sepse njeriu që qante në televizion atë ditë refuzoi të dorëzohej. Nga ky port i parëndësishëm, Lee Kuan Yew fillon të luftojë korrupsionin. Të zhvendos të varfrit nga lagjet e varfra në banesa dhe të hap ishullin ndaj investimeve të huaja. Ai krijon një burokraci aq të rrept saqë edhe përshtyerja në tokë apo përtypja e çamçakëzit mund ta çonte një qytetar pas hekurave. Përmes disiplinës së hekurt dhe rendit të pamëshirshëm, ai farkëton një nga kombet më të pasura në tokë, aq të pasur dhe aq mirë të qeverisur sa bëhet një model shkollor se si ndërtohet një shtet. Ai ndërton një qytet më të pasur jo vetëm se Kuala Lumpuri, por edhe se vetë Malezia, më të pastër se Londra, më të sigurt se New Yorku. Në kulmin e tij, Lee Kuan Yew është aq i respektuar nga bota, aq edhe i guximshëm, sa guxon të gjobisë Shtetet e Bashkuara për spionim ndaj tij, dhe më e bukur është sa Amerika paguan. Ai madje guxon ta quajë Australinë mbeturinat e bardha të Azisë, për varësinë e saj vetëm nga eksportet e lëndëve të para, dhe Australia dëgjon, sepse atë ditë Lee zbulon diçka. Singapori mund të mos ketë burime, por njerëzit e tij janë burimi i tij. Ky është Lee Kuan Yew, njeriu që bëri Singaporin. Për 6 javë pas fjalimit të tij në televizionin kombëtar, Lee Kuan Yew zhduket. Ai mbyllet në Changi Cottage. Ai nuk mund të hante dhe as të flinte. Mjekët i japin qetësues. Vetë parlamenti mbetet pezull, pa ditur çfarë të bëjë. Por edhe në dëshpërim, ai i shkruan kryeministrit britanik Harold Wilson: "Mos u shqetësoni për Singaporin. Kolegu im dhe unë jemi të shëndosh mendërisht. Jemi njerëz racional edhe në momentet tona të dëshpërimit. Ne do të peshojmë të gjitha pasojat e mundshme para se të ndërmarrim ndonjë veprim." Pas 6 javësh rikuperimi, ky është shahu politik me të cilin Lee duhet të përballet. Një port i vogël, pa ushtri, pa ushqim, pa burime natyrore, i rrethuar nga fqinj shumë të mëdhenj dhe potencialisht armiqësor. Diplomacia vjen e para. Bota duhet ta njohë Singaporin përpara se ai të zhduket. Brenda një muaji, Lee e shtyn vendin e tij drejt Kombeve të Bashkuara dhe fiton pranimin. Por rajoni përreth Singaporit është i rrezikshëm. Në mars 1965, 2 marinca indonezian bombardojnë ndërtesën McDonald House në Singapur, duke vrarë 3 civil dhe duke plagosur 33 të tjerë. Sulmi është pjesë e konfrontasit, fushata e dhunshme e presidentit Sukarno kundër Federatës së Re të Malezisë, pjesës së cilës Singapuri kishte qenë përkohësisht. Singapuri ka bombarduesit, i gjykon në gjykat dhe i dënon me vdekje.
Në Singapur, ata janë terroristë, por në Indonezi, ata janë ushtarë që kanë zbatuar urdhra, heronj. Ekzekutimi i tyre ndez zemërimin nacionalist në Jakartë, ku studentët sulmojnë ambasadën e Singapurit. Kështu Lee, i dëshpëruar për të stabilizuar marrëdhëniet me gigantin indonezian, fluturon personalisht drejt Jakartës. Te varret e dy marinsave, ai përkulet dhe shpërndan lule. Ai nuk është aty për të kërkuar falje. Është poshtruese, por e domosdoshme. Singapuri ka nevojë për Indonezinë si partnere, jo si armike. Deri në vitin 1967, Lee fuqizon marrëdhëniet me Malajzinë, Indonezinë, Tajlandën dhe Filipinet. Singapuri nuk është më i vetëm, tani bashkëpunon me fqinjet e tij. Nga ana ushtarake, ishulli është pa trupa. Britanikët po largohen. Indonezia dhe Malajzia mund të bëhen sërish armiq një ditë. Prandaj, në vitin 1967, Lee krijon shërbimin kombëtar. Çdo i ri mashkull duhet të shërbejë. Për trajnim, ai drejtohet fshehurazi Izraelit, një vend i vogël si i tij, të cilin e admironte, sepse kishte mposhtur fqinjet arab shumë të mëdhenj me një ushtri më të vogël, por të disiplinuar. Këshilltarët izraelit ndërtojnë doktrinën e forcave të armatosura të reja të Singapurit. Deri në vitin 1971, 16.000 burra qëndrojnë gati. Rregulli i Lee është i prerë. Nëse nuk mund të mbrosh veten, askush tjetër nuk do ta bëjë. Tani që Singapuri njihet nga bota, ka lidhje me fqinjet dhe është në gjendje të mbrohet, Lee kthen vëmendjen nga brenda. Dhe kërcënimi më i madh këtu nuk është vetëm varfëria, është raca, kinez, malajz, indian. Këto grupe shpesh përplasen dhunshëm. Lee shpall se të gjitha racat janë të barabarta, por shteti do të vendos kufinë. Ai shpall 4 gjuhë zyrtare: kinezishten, malajishten, tamilishten dhe anglishten. Çdo fëmijë mund të mësojë gjuhën e nënës, por duhet gjithashtu të mësojë anglishten, gjuhën e përbashkët që do t'i bashkojë. Edhe feja kontrollohet rreptësisht. Çdo përpjekje për të përhapur besimin në mënyra që mund të shkaktojnë përçarje ndalohet. Ekonomia megjithatë është ende në rënje. Për ta rregulluar, Lee sjell ekonomistin holandez Albert Winsemius. Këshilla e tij është e drejtë për drejtë. Harroni ideologjinë, harroni nacionalizmin. Nëse doni që Singapuri të ketë sukses, bëheni të parekzistueshëm për kompanitë huaja. Mbani taksa të ulta, luftoni korrupsionin, garantoni stabilitetin. Pastroni ishullin nga maja në fund, pa mbeturina, pa trazira, pa lagje të varfra. Ndërtoni fabrika, trajnoni punëtorët tuaj. Nëse e bëni këtë, kompanitë shumë kombëshe do të vinë. Lee dëgjon. Me hyrjen e kapitalit të huaj, fabrikat ngrihen. Gjigant amerikan dhe japonez mbërrin. Texas Instruments, Hewlett Packard, General Electric. Kantiere detare që britanikët kishin braktisur kthehen në baza ndërtimi anijesh. Lee kanalizon burime për të krijuar Singapore Airlines dhe Neptune Orient Lines. Sistemi arsimor riorientohet menjëherë për të prodhuar inxhinier, teknik dhe punëtor që mund të shërbejnë këtyre kompanive. Me të ardhurat nga këto investime, Lee transformon jetën e përditshme. 3/4 e singaporianëve ende jetojnë në lagje të varfra dhe kasolle. Prandaj, ai fuqizon maksimalisht bordin e zhvillimit të banesave, strëhimin publik kombëtar. Qindra mijëra njerëz zhvendosen çdo vit në apartamente betoni, me ujë të rrjedhshëm dhe energji elektrike, duke i dhënë çdo familje një interes të drejtë për drejtë në fatin e kombit. Për ta financuar këtë, ai detyron punëtorët të depozitojnë rreth 20% të pagës së tyre në CPF, Fondin Qendror të Providencës. Në letër, kjo është për pensionin e tyre. Në realitet, ai shndërrohet në një rezervar gjigant kapitali kombëtar, që përdoret për ndërtimin e banesave, financimin e infrastrukturës dhe mbështetjen e investimeve. Por vini re këtë, ai nuk i devijon kurrë këto para në ndihma sociale. Nuk ka subvencione. Çdo qytetar duhet të qëndrojë në këmbët e veta. Për të pasur një aparat efikas që mund t'i menaxhojë të gjitha këto, Lee dyfishon pagat e ministrave dhe nënpunësve civil për të rritur përkushtimin e tyre.
pastaj lëshon byron e hetimit të praktikave korruptive. Kushdo që kapet duke marrë rishfet, shkon në burg, kur vetë ministri i zhvillimit kombëtar, Ted Cheng-wan, kapet duke marrë $1 milion rishfet nga 2 kompani private, byroja e hetimit të praktikave vepron menjëherë. Para se të dalë në gjyq, te gëlltit pilula dhe vret veten. Reagimi i Lee është i ftohtë. Ai ka gabuar, ka marrë rishfet, nuk mund ta shpëtojë. Askush nuk është mbi ligjin. Edhe një ministër i rëndësishëm si ai është i zëvendësueshëm, sepse nëse pranojmë një përjashtim, atëherë të gjithë do ta bëjmë. Më në fund, Lee nis fushatën qyteti kopësht. Ai urdhëron mbjelljen e pemëve përgjatë autostradave, pastrimin e lumenjve nga ujërat e zeza dhe krijimin e parqeve në qytet. Pastërtia dhe gjelbërimi kthehen në propagandë, një sinjal për botën se Singapori nuk është më një lagje e varfër. Në fillim të viteve 1970, brenda vetëm pak vitesh, Singapori ka një flamur, një ushtri, një ekonomi dhe një makineri propagande që përsërit një mesazh të vetëm: Singapori po ngrihet. Në vitet 1970, Lee Kuan Yew kalon në fazën e zgjerimit. Fabrikat nuk mjaftojnë më. Ai ndërton aeroportin Changi, i hapur në vitin 1981, i renditur menjëherë ndër më të mirët në botë. Porti i Singaporit rritet dhe bëhet një nga më të ngarkuarit në tokë, një kryqëzim mes eksporteve aziatike dhe tregjeve perëndimore. Singapore Airlines, i themeluar në vitin 1972, kthehet në një simbol global luksi dhe efikasiteti. Elektronika e huaj, transporti detar, financat dhe teknologjia derdhën në Singapur, fillimisht për të zgjeruar, më pas për të arritur pjesën tjetër të Azisë. Po rritja nuk mjafton kurrë pa rend. Çamçakëzi i ndaluar, trafikantët e drogës të varur, hedhja mbeturinave, përshtyerja, kalimi i rrugës jashtë vizimit, gjobiten me mijëra dollar. Kundërshtarët falimentohen me padigjësore ose ndalohen pa gjyq. Media e kontrolluar, e censuruar. Filozofia e Lee është brutale. Ne vendosim çfarë është e drejtë, nuk ka rëndësi çfarë mendojnë njerëzit. Politika e tij e jashtme është po aq e pamëshirshme. Në vitet 1970, CIA përpiqet të depërtojë në shërbimin e inteligjencës së Singaporit. Lee ekspozon publikisht, e poshtron Washingtonin dhe gjobit Shtetet e Bashkuara me $100 milion dhe Amerika paguan. Ai e quan Australinë mbeturinat e bardha të Azisë, përjetesën nga eksportet e lëndëve të para. Ai e përçmonin ndinj si një kom me madhështi të papërmbushur dhe e paralajmëron Afrikën. Korrupsioni do t'ju shkatërrojë. Në të njëjtën kohë, ai balanson lindjen dhe perëndimin. Singapori pret anije luftarake amerikane në portin e tij, por njëkohësisht hapet ndaj Kinës. Kur Deng Xiaoping nis reformat në vitin 1978 për të hapur Kinën ndaj botës, ai studion Singaporin si model për t'u kopjuar. Kombi më i populluar në botë tani mëson nga një prej më të vegjelve. Brenda Singaporit, Lee inxhinieron vetë shoqërinë. Kuotat e banesave detyrojnë kinezët, malajzët dhe indianët të jetojnë krah për krah. Anglishtja bëhet gjuha që i bashkon. Fushata ndalohet te 2, i dekurajon familjet të kenë më shumë se 2 fëmijë, derisa Lee kupton se kjo po e shtyn vendin drejt plakjes së shpejtë të popullsisë. Burrat me flokë të gjatë ndalohen nga shërbimi publik. Gratë shtyhen drejt shkollimit dhe punësimit. Ai madje sugjeron që vetëm gratë e zgjuara duhet të riprodhohen, ndërsa të varfrit duhet të sterilizohen. Lee nuk po arton thjesht politika, ai po prodhon singaporian. Por ashpërsia e tij nuk është rastësi. Ai u rrit me një baba bixhozhi që shpërdoronte paratë e familjes. Ishte nëna e tij, jo babai, që e mbajti familjen të bashkuar. Në vitin 1942, ai pa perandorinë britanike të shembet brenda vetëm 70 ditësh në Singapur përballë ushtrisë japoneze. Kjo tronditje nuk e la kurrë. Nën pushtimin japonez, ai shpëtoi për pak masakrave Song Ching, ku 10 mijëra burra kinez u grumbulluan dhe u ekzekutuan. Ai shpëtoi kur ju tha të shkonte të merrte rrobat dhe më pas u kursye nga një roje tjetër. Për të mbijetuar, ai mësoi japonishten,
duke shtuar anglishtes, malajishtes dhe kinezishtes. Madje u përpoq të shiste ngjitës gjatë luftës përpara se të bëhej nxënësi më i mirë i brezit të tij. Këto plagë mësuar, mos u var nga askush, mos i beso kurrë rastësisë. Çdo njeri duhet të qëndrojë në këmbët e veta. Dhe rezultatet e vërtetojnë. Deri në vitin 2000, produkti i brendshëm bruto për frymë i Singaporit, $24,000, ishte baraz me Kanadan, $24,000 dhe Francën, $22,000. Dhe në vitin 2025 sot, produkti i brendshëm bruto arrin $90,000 për person, më e lartë se ajo e Shteteve të Bashkuara, $85,000 dhe shumë e lartë se fqinjët e tij, Malezia me $12,000 dhe Indonezia me $5,000. Në arsim, Singapori renditet në krye të testeve PISA të OECD-s, duke mundur Finlandën, Japoninë dhe Korenë e Jugut në matematikë, shkencë dhe lexim. Një vend pa burime është dëruar në një qendër intelektuale dhe financiare, por kostoja është liria dhe mbrojtja e li për këtë është e drejtë për drejtë. Shpesh akuzohem se ndërhyj në jetën private të njerëzve, por nëse nuk do ta kisha bërë këtë, sot nuk do të ishim këtu, thot Lee. Në vitet e fundit, Lee ecste nëpër qytetin kopësht që ka ndërtuar. Koha e kishte bërë të vetën. Në vitin 2010, shëndeti i tij përkeqësohet dhe në mars 2015 ai vdes në moshën 91 vjeçare. Në funeralin e tij, pothuajse 2 milion singaporian rreshtohen në shi për t'i dhënë lam të mirën diktatorit që u dha shpresë. Ky është Lee Kuan Yew, njeriu që e bëri Singaporin.